Edi Rama shpalli fitore në sheshin Skënderbej duke folur me entuziazëm të kursyer, ndërsa bëhet gati të qeverisë shqiptarët për 4 vitet që vijnë. I shoqëruar nga e gjithë familja, kryeministri duar trokiste gjatë rrugës së tij nga Partia Socialiste në sheshin Skënderbej, njerëzit e mbledhur si shenjë falënderimit që ai ka për ata që e mbështetën, posaçërisht edhe për shqiptarët në diasporë. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do dhe di çfarë bën dhe punon e nuk ndalet duke u ngjitur lart e më lart me Shqipërinë që di vetëm kë nuk do dhe s'di çfarë flet dhe shan e mallkon pa pushim duke ulur poshtë e më poshtë. Shqiptarët zgjodhen mes një Shqipërie gjithnjë më të mirë, të udhëhequr me krenari dhe të qeverisur me vendosmëri në rrugën e mundimshme të fatit ton evropian, dhe një Shqipërie të përgojuar si vend gjithnjë më i keq i tërë zezave, me sy të nxirr nga grushtat e urrëties politike dhe trupin e tërhequr zvarr nga gjuhët e palodhura të asaj urrëtie. Mes dritës së hyjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake, Shqipëria zgjodhi hyjet. Fjalimi i Ramës vjen kur socialistët e kanë të qartë një shumicë dërmuese mandatesh në parlament dhe kur u kanë premtuar shqiptarëve antarësimin në Bashkimin Evropian pas 5 viteve. Edhe pse numërimi vazhdon, është e qartë që shumica jashtë kufive të Shqipërisë mendon njësoj si shumica brenda kufive. Kryeministri tha se mandati i 4 viteve që vijnë është mandati i investimeve të mëdha për t'i dhënë një kthes historike Shqipërisë, duke bërë dhe një premtim që me gjas do të nisë zbatimin në janar të vitit që vjen. Ky është një mandat që shqiptarët na besuan ne në një kohë kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës dhe rëmuja e re gjeopolitike paralajmëron kohë me sfida të mëdha përpara. Ky është një mandat ku ne do të jemi më pranë se asnjëherë pensionistëve, me synimin që ta ngrem pensionin minimal në 200 euro, ndërkohë që pagën minimale do ta ngrem nga janari 2026 në 500 euro. Dhe në Shqipërinë 2030 paga minimale do të jetë të paktën 650 euro. Ky ishte adresimi i parë i Edi Ramës për shqiptarët pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Rrov Partia Socialiste